Kemi dëgjuar shpesh, sidomos nga të moshuarit, që më ri goja e hidhur. E kam gojën e hidhur. Nga tëmë si vjen, apo? Në qoftë se neve, më përpara gojës së hidhur, sidomos kur e ndjejmë në mëngjes të hidhur fare kështu, ajo na rri e thatë. Edhe sikur s'kemi ujë për të pirë, sikur na kërkohet diçka, një lëngë kështu me radhë. Po t'jetë që ky fenomen është me të vërtetë i përsëritur disa herë, mendja duhet na shkojë që shiko, ka diçka që nuk më shkon të mëlçia. Dhe mundet ta bëjmë një provë thjesht vetë. Shtrihemi në krevat, mbledhim këmbët kështu i afrojmë, edhe fillojmë të shtypim në këtë pjesën e djathtas kështu, sikur të shtypim poshtë brinjës. A kemi ndonjë shqetësim apo jo? Nuk duhet ketë dhimbje fare, le të shtypim sa të doj. Mëlçia nuk dhëmb. Atëherë, në qoftë se asnjëherë. Jo, pra kjo pjesa këtu është tëmbë. Normalisht mëlçia nuk dhëmb. E kuptoj. Po dhëmbi do thotë që është alarm, bien këmbanat e alarmit aty. Kuptoj. Atëherë, çfarë do të vëmë re më tutje? Pra, nëse kam gojën e hidhur, duhet të rregulloj ushqimet, duhet të rregulloj aktivitetin fizik. Por nëse është e thatë, është sinjal paraprak. Jemi në fazat e para, në shkallët e para. Po ishte e hidhur, problemi ka agravuar, ka ecur më përpara, më shumë. Do me thënë, nga një lum, mund të më jenë formuar gurzat 1, 2, 3 milimetra.